Është më se e vërtet që e juve e thatë edhe në hyrjet bisedës që tetori nuk do të jetë tetor vetëm tetor roz, një tetor ndërgjegjësimi për ekzaminimin e hershëm të gjirit, për depistimin e formave të kancerit të gjirit. Por ky tetor do të jetë në çdo muaj dhe ndërkohë politikat e Ministrisë së Shëndetësisë që nga viti 2024 kanë sjellë edhe një lehtësi tjetër në drejtim të zbejjes së funksionit të sistemit të referimit me kalimin stafet në të gjithë qarqet e vendit, kryesisht sipas rajoneve shëndetësore, për ta zbehur sistemin e referimit, për të lehtësuar zonjat apo gratë për të kryer procesin e depistimit, pa kaluar tek mjeku i familjes, për të marrë rekomandime dhe për të vijuar me mjekun specialist. Kjo për mundësinë e ngarkesave që kanë gratë dhe zonjat dhe për ta lehtësuar atë. Slogani i këtij viti është një slogan mjaft domethënës. Çdo ditë vlen për jetën tënde. Dhe është slogani i Ministrisë së Shëndetësisë me gjithë strukturat e tjera për të ndërgjegjësuar sa më shumë gratë.